sërish në Ferma Club në Vision Plus. Në këtë pjesë të dytë kemi shumë për thënë edhe në këto momente, duke qenë se ajo ka qenë një nga personazhet e cila e ka lënë gjurmën e saj në këtë spektakël. Sigurisht pati një udhëtim të qetë, e filloi but deri në momentin që pati shpërthime nga më të çuditshme të kuptimin figurativ, duke qenë se u paraqit fort, polemizuese, luftarake, shumë e fortë në përsfida dhe sigurisht u përpoq që të bënte ato aleancët e saj drejt fundit, por për fat keq tashmë është jashtë spektaklit. Dhe këtu kam fjalën për Blerina Bajko. Përshëndetje, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi të të kemi. Shumë kënaqësi të kemi. Çdo thomi. Jo, më kemi shumë për thënë për Blerinë. Unë do them pak se e kam tifozën e Partizanit. Po, kështu që aty s'kam çan. Nuk e çfarë thonë. Megjithatë Blerina të ka ardhur keq që je jashtë spektaklit kur filloi situata të bëhet shumë interesante, sepse ti bëre pjesën e parë që është shumë e vështirë për të prezantuar me publikun, për të shpalosur, le të themi, vlerat, ato mendimet, mendsinë që ti ke, edhe kur erdhi puna që loja u bë interesante, ti e gjete veten jashtë. Erdhi keq? Jo, dëgjoj, për mua është e kundërta. Pjesa më e bukur e lojës ka qenë fillimi, kur ishte krijimi gjithçka. Unë kam quajtur atë fermën si nuk e di, nuk ka emocione, nuk ka loka asnjëherë. Si një fermë artistësh, si një talent show më shumë se një reality show. Edhe pjesa e parë ka qenë ajo më e bukur. Tani kam idenë se është ajo ku situata bëhet pak më pisë, është pak më e rëndë. Domethënë unë jam shumë e lumtur që kam dalë në këtë pjesë të lojës. 65 ditë kanë qenë shumë dhe unë jam kënaqur pafund, kemi bërë sfida pafund, siç the, akoma kam shenjat. Për fat keq ke plak të luftës akoma. Ja mund të na tregosh pak regjia. Këto janë gacizmet, për hir të vërtetës kjo është gacizmet e ellastikut kur kemi vazhduar të punojmë kështu që nuk mund të them, unë le të themi që rrugtimin tim aty brenda e kisha konsumuar tashmë. Do kisha shpresuar të rria akoma më tepër, po besoj që pjesa më e bukur ka qenë pjesa kur ishim akoma të gjithë ata të fillimit. Do të thonë kjo prurjet e reja e bën pak pis situatën. Po çfarë mendon që të penalizoj Blera? Dgjoj, unë nuk mendoj që më ka penalizuar diçka. Unë kjo jam, besoj se këtë qëndrueshmërinë edhe e kam treguar gjatë gjithë kohës, kam qenë shumë konstante në gjithë reagimet e mia, në të gjitha pozicionet, kam mbrojtur ato që kanë qenë gjërat që për mua kanë më shumë vlerë, kam mbështetur të gjithë fermerët pa diskutim, kam mbështetur vajzat, kam punuar fort, i kam bërë sfidat me dashuri, unë i kam bërë të gjitha gjërat që unë duhet bëja. Mbase nuk kjo mënyra ime të shprehurit ose mos qenurit kaq vajzë siç është korniza e të qenurit vajzë, unë vi përfaqësoj diçka tjetër, përfaqësoj vajzat që janë në linjë të parë për mbrojtjen e të drejtave të vajzave të tjera. Jam vajzë që kam punuar gjithmonë me meshkujt, kam jetuar 25 vjet jashtë, përfaqësoj vajzat që kanë bërë një rrugtim akademik. Domethënë, unë nuk mund të isha brenda një kornize që donte publiku, ose unë nuk isha në kërkim të një favorizimi të publikut. Unë doja të isha vetvetja dhe të isha inspirim sikur dhe për 10 vajza. Edhe me atë që kam parë kanë qenë më shumë se 10. Po patet vështirë, ndoshta fillimi ti nuk ishe shumë vetvetja, duke qenë se ishe pak më e tërhequr dhe nga fundi në fillim ka qenë pak e fjetur, ka qenë pak e fjetur në fillim, pastaj filloi të ndizësh. Nuk dua të them e fjetur, po shumë më i qetë, se doja të mbaja pak edhe ato balancat, doja të njihja të gjithë të tjerët. Më fal që ndërpres. Jam mësuar tashmë. Të më ndërpresi. Një femër e fortë që do t'jetë të përfaqësoj femërën që është në linjë të parë dhe të inspiroj vajza tjera se si mund të dalësh vetë për... Mu duk sikur se kështë fare problem që një 4-5 javë të para identifikoheshe vetëm me bilesas, jo se identifikoheshe ti, po të këshin kryuar një mburoj të tjerët, ata që të njihnin personalisht, të doshin, mos i fola shu, se diti kush është e vajze kujtë është... Kjo më ka penalizuar. Kjo, për më falë, pse nuk e qove zërin, dhe t'ju thoshe të gjithve këtyre, se thes më ka penalizuar asgjë, dhe kjo është gjë më e madhe që ka penalizuar. Të çoje zërin kundër dashamizve që të mbronin, shokëve dhe shoqeve, thoshin stop. Vetëm herë që më ka ndodhur me opinionistin me Ermalin, aty brenda nuk më ka ndodhur asnjëherë. Unë jam majorene, ti thoshe, dhe nuk kam nevojë për emrin e babit, sepse në qoftë se eci me emrin e babit, vitin tjetër të fusim djalin e Kadri Roshit edhe vetëm të ri të pi kafe dhe ta fitoj. Dgjoj, unë këtë e kam thënë edhe... Ose të fusim fëmijët e Inva Mulës. Ishte shumë i qartë. Kupton çfarë po them? Jam shumë i qartë. Kjo të ka penalizuar, sepse më fal. Po.
mbas 6 javësh ose 5 javësh, që thoshin gjithë, mos i folë ashtu. Nuk është e vërtet, kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Ka ndodhur vetëm në javën e dytë, ku Ermali, opinionisti, Ermal Mamaqi... Ermali ka ndodhur dhe brenda. Jo, brenda nuk ka ndodhur asnjëherë. Nuk ka ndodhur Po asnjëherë. mirë, mund të jenë intimiduar nga që ka thënë Ermali. Nuk ka ndodhur asnjëherë, por nuk besoj se intimidimi vinte nga fakti i mbiemrit, sesa vinte nga personaliteti që un kam aty brenda, edhe nga aftësia që kam patur ta kisha mirë me të gjithë, sepse kam ditur të ruaj balancat me të gjithë. Unë mendoj që Kjo është të qenurit e aftë në komunikim. Unë mendoj që kjo të ka penalizuar goxha, edhe tu në studio kemi pas mikeshat të tua që janë dhe gazetarët dhe opinionistët, dhe thoshin, prisni ju, kur të shpalosi Blerina gjithë, vërtet se qa ka brenda gjithë formimin e sa akademike dhe ashtu dhe kështu. Unë nuk shkova t'jepja leksione aty brenda. Atë e bëj në katedrat ku punoj në universitetet tjere tjere. Unë atje shkova që të më njihni si që isha unë. Edhe unë nuk identifikohem me shkollën time. Unë për mes shkollës time do doja që njëri të njihnin. A të njohën apo dole nga natyra jote? Jo, unë nuk kam dalë në asnjë moment nga natyra ime. Unë jam shumë krenare për këtë, që ashtu si kam hyrë, ashtu kam dalë kokë lartë dhe thash, fakti i penalizimit të mbiemrit, kjo është shumë e vërtet, edhe unë ja kam thënë edhe Akilit kur mbasi patëm debatin në Prime, i thash, më vjen shumë keq që Ermali foli kështu për mua, se në të kundërt kishte ardhur babai im këtu dhe unë tisha jashtë duke pirë kafe. Dhe kam thënë vetë këtë fjali. Ideja është kjo tjetër, që unë kam 10 vjet që punoj në media dhe në Shqipëri on and off, dhe unë nuk mendoj që arsyeja për cilën isha aty brenda ishte për faktin e mbiemrit, sepse ky mbiemër mua më ka penalizuar në çdo lloj hallk të jetës time. Tani unë nuk e mohoj dot mbiemrin tim, jam shumë krenare për atë, po besoj që jam shumë më tepër se mbiemri që mbaj. Kështu që dhe shpresoj që publikut më ketë njohur për këtë. Ti kësaj duhet i kishe mësuar më shumë. Unë kam mësuar ditë për ditë aty dhe kjo gjë ka ndodhur vetëm javën e parë. Tim dëvogël që është artist, është këngëtar dhe është pesha që ajo që mana i misu, i thonë gjithë vllai Albanos, unë e kuptoj, mua më ka ndodhur vetëm javën e parë. Kjo dhe s'më ka ndodhur më kurrë, ose të paktën nuk ma kanë thënë. Pak më gjatë. Po unë nuk besoj se atë paktën mua nuk ma kanë thënë në fytyrë. Ne gjykojmë, po nuk ta kanë thënë në fytyrë. Kjo është mohabet tjetër. Për shembull, po them. Ata që flasin brapa meje aty e kanë vënë, pas meje. Në qoftë se Flori unë insinuoja diçka për ty te Flori më thoshte mirë, o vlla, sillu mirë, se është e diti kë ka babajo. Po, ore, unë dija që babai im ishte aktor, jo gangster, o burë, se kështu si po e bëni juve. Jo, po. Do me thënë, dikush që t'imponon respekt dhe qepe gojnë se t'imponon respekt. Unë besoj që kam të njëjtën aftësi tek kolegët e mi dhe besoj arsyeja për cilën unë kam qenë në 65 ditë aty brenda dhe e preferuara nga kolegët. Më kanë nominuar vetëm një herë Vanessa dhe përveç Bujakut që nuk e pus parë në fytyrë. Sepse kam tentuar të shuaj debatet. Të debatojmë pak, të flasim pak tamam për Bujakën. Filloj me Bujakën. Na thuaj mendimin e vërtet që ke ti që ke parë nga brenda. Sepse unë këtu jashtë, kur erdhi e shoqja, i thash, nuk po bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme, sa besoj i ke lexuar komentet që Bujaka sigurisht. Kam tentuar të shmang komentet. Okej, po ti lexosh, ka një përqafim popullor. Si thua në vendet pra nuk shton përqafimin në raport me lojën që po bën. Në raport me atë që shohim, unë ja thash që ishte grua e Bujakut. Mos është vallë aleanca që ka pasur me Mozën që e ka ndihmuar dhe ai e dinte shumë mirë se ka hyrë në një moment të dytë. Atëherë unë mendoj që ai ka hyrë me informacione, me letër edhe me stereolaps aty brenda dhe dinte shumë mirë me kë do bënte aleancë dhe me kë duhet vazhdonte që të bënte ato reelsat që të dilte i preferuar. Unë nuk kam pranuar në asnjë moment sjelljen e atij sa ai ka ardhur ditën e dytë ose të tretë duke më treguar mua me kë punoja unë jashtë, edhe kush ishin aftësitë e mia për faktin e si komunikoja unë me të, sepse për atë unë isha një grua, një femër, edhe nuk duhet flisja ose nuk duhet kisha asnjë rol aty brenda, edhe kjo tregon prapambetjen e tip me të cilën unë nuk isha aty për të edukuar askënd dhe nuk e kam bërë këtë në asnjë lloj momenti. Dhe unë aty me timen unë e preva si muhabet. I dha shans, i kam dhënë këshilla që mos bënte batuta homofobe, i kam dhënë këshilla që si të sillej etj. Por e pash që ura jonë e komunikimit nuk kishte mënyrë si të zhvillohe. Pastaj, tek Fakiri, kur bëri atë gestin ekstrem, kur mori mikrofonin e afroi tek maspet dhe lëshoi gazra duke ja dedikuar popullit shqiptar, për mua aty u mbyll situata dhe aq shumë u agravua situata, sa mua më doli gjak në hundët, shkova tek Agai, më matën tensione dhe kisha 16 me 12. Dhe sepse nuk doja të isha pjesë e një situate kaq shtëpisët dhe kaq ofendues për popullin shqiptar. Dhe e lash dhe nuk e diskutova më këtë gjë. Se tema sjell tema.
problemin. Ka bërë batuta homofobe, ka bërë batuta meskine. Ti të gjithë ka bërë dhe Mozën. Edhe ka ofenduar dhe vajzat. Na thuaj diçka për Mozën. Se dhe Moza ka ofenduar goxha vajza. Dhe unë gjithmonë ja kam bërë parasysh dhe Mozës, i kam folë Mozës kudo. Moza kujdes se ne jemi këtu, jemi duke transmetuar mesazhe, nuk është bukur që të themi këto gjëra dhe besoj se ka ndalë. Edhe te fakiri dhe jashtë. Dhe unë nuk kam qenë asnjëherë. Më fal, një sekond. Pse dy standarde? Pse Bujakës me zë të lartë dhe Mozës me kujdes? Unë kam folur me Bujarin, kam folur në mënyrën që ai mund të më kuptonte. Me Mozën kam folur me mënyrën që Moza mund të më kuptonte. Tani, faktin e dy standardeve duhet t'ja pyesim publikun. Më fal Qiljeta që po të kundërshtoj se ti e di që të kam shoqe dhe të dua fort. Po filluam të përmendim moshat edhe statuset shoqërore çka kemi jashtë. Më fal, unë po ndërtoj që është 30 vjeç. Me një që është 62 vjeç më të njëjtën. Absolutisht, në momentin që bën të njëjtën batutë homofobe ose meskin ose mizogjene, me gjithë të Brina, se pak më parë që Bujaka ka hyrë me laps me letër dhe ka pasur qasjen e Mozës duke parë influencën. Njëjtën gjë pam dhe ty në javën e fundit ndoshta, kur ishe në nominim, pam një lloj qasje ndryshe me Mozën, të pam të bëje bisedat ngrohta. Unë kam folur gjithmonë me Mozën. Kemi folur për dashurinë, kemi folur për interesante që nke ti, pam trego pak më shumë, pra është ajo çka ne kemi parë. Pra ishte edhe një lloj strategjie jotja për një qasje ndryshe ndër. Po të kisha ditur të bëja strategji unë me Mozën, kisha ne që ditën një. Është absolutisht jo. Unë me Mozën kam folur më shumë se një herë për historitë tona dashurisë, doja ta kuptoja më mirë ku mbaronte personazhi dhe ku fillonte personi. Por Moza është e pamundur që ta ndash këtë lloj kutie, le të themi, të Rubikut. Kështu që kam tentuar më shumë se një herë të diskutoj me të, por ajo na e ka thënë më shumë se një herë që është reality show. Pra, kurse unë mendoj që është realiteti i sjellur në një format show. Kurse ajo mendon që brenda show-t duhet të tallemi me realitetin. Duhet të bëjmë shaka me realitetin ose ta hiperbolizojmë realitetin. Kishim dy qasje totalisht të ndryshme kundrejt formatit. Dhe duket që unë po e tregoj, ajo është brenda. Pra kjo është edhe ajo që publiku do. Kështu që unë jam totalisht fair me këtë. Kjo mund të jetë ajo që publiku do dhe unë po e them për të parë. Dhe letë me kuqizojnë në masakrojnë me komenda nuk më interesë. Të lutem Albano, mendoj dyerë në që së të thorë diçka të rëndë. Jo, unë mendoj që Moza, po ka njëri që ka hyrë me laps dhe me letër, dhe që ka mirë menduar se çfarë do bëj gjithkohës, është Moza. Nuk është asnjë sekond e sinqert, dhe që ditën e pa, që prajmin e pa, që vajti fjeti gjumë, u shtri të flinë në ata therin patën. Por Albano, duhet të ta bëj unë një pyetje tani. Ti mendon që është gjithçka dore e saj? Do të thonë që ajo e ka menduar na fillimi gjithçka vetë? Se çfarë po nuk kupton. Moza ka shkruar, jo, po mendoj domethënë base është një diçka. Një dorë madhe. Nuk shkruan dot një skenar si të ri 80 ditë në një vend. Kjo preket e dje në spektakël, pra a duhet të bëjmë show, a duhet të jemi të vërtet. Ajo se duket ka gjetur balancën ideale të mesmen e ardhshme. Jo, jo, troç. Unë deri tani kam bërë vetëm show. Po meqenëse po u vlerëso ka show im, s'do bëjmë më. Po e qep gojën. Kur do i shërbej kjo? Pra ky ishte një kërcënim? Mozës jo një, ishte konvencionim, i asaj që kam dyshuar gjithkohës. Aty është një konkurs, pra ju keni hyrë në një garë, show, apo e vërtet, çfarë rëndësie ka, nëse ti pëlqesh nga publiku? Nëse ishte një garë dhe të ishte fair, atëherë të gjithë duhet bënim të njëjtat punë ferm, në shtëpi dhe duhet bënim të njëjtat prova dhe të njëjtat sfida. Kjo nuk ka ndodhur në asnjë moment me Mozën. Ja ku ke zotrin që kanë dhënë 80 ditë, ndoshta pak më pak, ndoshta 84, që refuzon të i bënte punën, flindem shumë te fakiri. Pra, e kemi kundra shembull, nuk është se po bëja gjithë gjërat e tjera. Edhe i bënim në të shkretë. Bëja gjithë gjërat e tjera, por për mendimin tim, do them edhe diçka tjetër. Njeriu më i sinqert nga të gjitha aty brenda është Visi. Po. Kjo është arsyeja pse ka folur 8 herë në 80 ditë. Edhe Indri, besoj, edhe Indri është i sinqert, sepse ne pyetëm disa herë ditën e sotme që... Në base Indri është më shumë sinqert se ç'duhet ndonjëherë. Sa gjëra dhe mund t'i mbaj për vete. Mendoj që Visi është më i sinqerti, prandaj Visi është një djalë me shumë sedër, se ne njohim dhe jetë e përditshme edhe. Nuk ka lidhje sedra. Nuk mendoj që ta dinte vetëm kur në lojë para personalit. Nuk po flet fare dhe por gjithkohës i heshtur dhe nuk bën ato punën. Me këtë vazhdosh ti je mikesh pasi të përfundojë gjitha. Unë besoj me gati të gjithë. Me gati të gjithë. Po, unë kam krijuar një raport vërtet të shkëlqyer me pjesën më të madhe aty brenda dhe sa dola kam fol me Gresën, me Adionin, me Olën, me Kubën, tani me Indrin. Unë i dashuroj të gjithë ata si personazhe, sepse... Me që i dashuron të gjithë, na thuaj pak se me Indrin e pam që u përshëndete përzemërsisht tu edhe. Ke besuar për një sekond që
Indri e donte Vanesën ose Vanesa e donte Indrin? Në pjesën e parë të rrugtimit tyre, po. Në pjesën e dytë fillova të dyshoja pak, po unë nuk jam askush për të gjykuar ndjenjat e të tjerëve, kështu që e mbajta veten edhe thjesht të rroqa nga raporti që kisha me Indrin. Ti që ke qenë brenda, sigurisht je dikush, je barabart mes të barabartëve dhe mund të shpreh mendimin tënd. Dhe po ke menduar kështu gabim se ke shprehur. Në momentin që ke ndjerë të thoshe stop, i po bëni kot. Nuk isha aty për të gjykuar ndjenjat, se edhe mbasi gaboja unë në këndvështrimin tim, ë? Ndjenjat ose lojën. Megjithatë, kush do të që ta fitoj Fermën përpara se ta mbyllim? Unë do doja Visi. Visi për mua ka qenë punëtor. Po sa shanse mendon vërtet që ka? Nuk ka shanse. Por mund ndodhi ndonjë magji. Publiku mbase do zgjedhë. Flori ka nga eksperienca që nuk ndodhin asnjëherë magji. Okej, atë fituesi për mua është Visi. Blerina, falenderit shumë që ishe me ne, shumë kënaqësi të kishim. Namaste. E shikon që nuk ishim kështu firing squad, nuk kemi skuadrë ekzekutimi. Falenderit shumë. Shkëputemi për pak minuta reklama, kthehemi në pjesën e tretë me dy personazhe që do t'i kemi ditën e sotme në studio për të folur për ata që ndodhen ende brenda në Ferm, konkurrentët. Kthehemi pas pak.